Po, si që jeni në djeni, sot ishte seanca ku do të kishin fjalën avokatët, unë në fakt, dhe pas një relatimi rreth 3 orë, 3 orë e gjysmë, gjykata është tërhequr për vendim. Ju e dini që ne kemi kërkuar pafajësi, sepse kemi të bazuar pafajësi në provat të cilët ne ka vendosur në dispozicion vetë organi i procedurës, pra fashikulli hetimor, dhe nuk e kemi kërkuar pafajësinë jo për forcën e zakonit, absolutisht jo. Edhe vetë i pandevri Ruben Saraiva ka folur dhe ai rreth 20 minuta, ku ka kërkuar edhe ai pafajësi, sepse nuk rezulton dhe tha që unë nuk kam pjesë dhe nuk kam gisht, dhe nuk kam arsye mbi të gjitha që unë ta kem kryer këtë vrasje. I gjeni personat kush janë dhe gjeni në arsyet reale pse ka ndodhur kjo vrasje. Kështu që ne duke bazuar te pamjet filmike, te dëshmit, tek të gjitha aktet e ekspertimit biologjik, daktilografik apo kriminalist, ne nuk rezulton që Ruben Saraiva të jetë personi, po, rezultojnë personat të tjerë në fakt, në dosje, por nuk kanë ngritur akuzën prokuroria për këta, por vetëm për Ruben Saraivën. Kështu që ne jemi, sigurisht besojmë tek një vendim i drejtë i gjykatës, ku të jetë pafajësia. Dhe vetë Ruben Saraiva sot ka denoncuar edhe një fakt tjetër, ka denoncuar diskriminimin që ati po i bëhet në ambientet e paraburgimit, një diskriminim që po zgjat rreth mbi 2 vite. Ai ka denoncuar diskriminimin e drejtorisë së burgjeve dhe vazhdon që të jetë në një izolim total. Ju e dini çdo thot izolim, pa patur asnjë kontakt me asnjë person, dhe ka denoncuar këtë fakt. Kështu që edhe një herë tjetër gjej rastin me anë të medias, me ju, që ta denonsojmë edhe një fakt tjetër, dhe kjo nuk vjen rastësisht, kjo lloj diskriminimi që i bëhet Ruben Saraivës, vjen për arsye që prokuroria nuk ka prova dhe detyron atë që ai të jetë në pozita të tilla, të pabarabarta diskriminuese, që nesër të ketë një dëshmitar ose një bashkëpunëtor të pa të drejtësie. Por gjithsesi ne jemi këtu dhe presim pafajësi për Ruben Saraivën. Nuk ka si provë. Provat e tyre janë vetëm pamjet, pra hyrje, daljet në Shqipëri, janë pamje filmike të cilat nuk vërtetojnë asnjëra prej tyre as me motor, as në ambiente, pra në ngjarje, në vendin e ngjarjes, që të identifikohet Ruben Saraiva si vrasës. Po, ai thot kam qenë në Shqipëri, kam njohur me shqiptar, por nuk kam lidhje me vrasjen. Dhe vetë prokuroria nuk e provon në mënyrë direkte, në mënyrë shkencore, por te çdo dyshimi të arsyeshëm bazuar mbi prova, jo për te dyshimi të arsyeshëm sepse bindet prokuroria, por bazuar mbi disa prova. Unë i kam referuar sot vendimet e gjykatave shqiptare dhe gjykatës evropiane të drejtat e njerëzit për të tilla raste, ku shumë qytetarë evropian në të tilla raste të ngjashme kanë përfituar pafajësi. Tani ne nuk mund t'i japim dot, i thash dhe gjykatës, nuk mund t'i japim drejtësisë një të pafajshëm, një fajtor të pafajshëm. Prandaj gjykata, kur të tërhiqet për vendim, ta shikoj me qetësi dosjen, ta analizoj atë, dhe nëse ka një provë të vetme që faktohet Ruben Saraiva te vendi i ngjarjes, që lidh me ekzekutimin, atëherë ne tërhiqemi. Por gjithsesi tashmë jemi në pritje dhe unë nuk duhet ta paragjykoj vendimin e gjykatës, por jemi gjithmonë në atë besimin ton të plot tek drejtësia që në këtë rast të bëj drejtësi, sepse është paragjykuar shumë në media, në opinionin publik, dhe kanë targetuar dhe kanë identifikuar sikur ky është autori i ngjarjes. Në fakt kemi analizuar aty edhe shumë prova me dëshmitar, të cilët nuk e kanë vërtetuar prezencën e Ruben Saraivës në vendin e ngjarjes. Plus kemi vërtetuar dhe kemi hedhur poshtë edhe një provë tjetër që është marrë në mënyrë kërcënuese, shantazhuese, në dhunë psikologjike për një zonjë që është aty, zonja Valbonadeta, dhe kërkojmë nga gjykata pafajësinë duke bazuar te të gjitha provat të cilët janë në favorin tonë. Ai tha, ju tha, e dini shumë mirë, tha, dhe unë tha, e dini shumë mirë kush janë autorët, tha, dhe ju doni të patjetër që të më vendosin mua në një pozitë të vështirë, për të cilin shumë mirë e di edhe policia, e di edhe gjykata, e di edhe komuniteti kush janë autorët. Dhe kështu që ai vetë është i bindur që nuk është aty, dhe ndoshta edhe mase e di kush janë autorët, por kaq ka thënë për gjykatën në fjalën e tij të fundit, të cilën e ka gjithmonë i pandeuri.